i okupuar nga qifutët, nga kriminellet qifut, edhe vazhdon sot e kësaj dite, do me thonë ato duan të marrën krejt Palestinën. Pse duan të marrën jehudit krejt Palestinën, do e shifni mbrenda ligjeratës edhe Kurani kët e paralajmëron, dashur vëllezër. Por Kurani paralajmëron edhe diçka tjetër, mos harroni. Në fillimin e surës El Isra, ku është mesi i Kuranit, surja El Isra. El Isra është Israja dhe Miraxhi, ashtu. Kjo sure ka marrë emrin mbas të ngjarjes së madhe në të cilën u bën fars namazit. Në fillimin e kësaj sure, në faqen e parë, Allahu xhaleshanu ju tregon muslimanëve, neve muslimanëve që jemi në gjumë, ne jemi në gjumë katastrofë, ne jemi në gjumë me opifk, e dini çfarë opifk? Me narkoz. Neve përsëri me ndonjë xhilpan duhet na mëçojë dikush, po si duket musliman dëzgjohen prej gjumi prej jehudive, ta mbani mend. Ashtu siç u zgjuan prej gjumi kosovarët prej Miloševićit, muslimant e umetit do mëçohen prej gjumi prej jehudive. Si do mëçohen prej gjumit, kështu me këtë mënyrë që vepron jehudia mbi musliman. Se ndryshe musliman nuk mëçohen prej gjumit. Ne kemi gjumin e rënd zakonisht. Allahu xhaleshanu për të na nxjerrë këtë gjumë të rënd në kapitullin e Isra, thot jehudit dy herë do ngriten, dy herë do pësojnë disfata. Dy herë. Letufsidunne fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Allahu thot ju për jehudit e ka fjalën, do bëni mizori, do bëni zullum mbi në dynja, dy herë, me rreteni, do me thonë, çfarë përmendet në Kur'an, çdo gjë është e saktë. Unë nuk duhet ju bindi se ju besoni në Kur'anin. Por Allahu dhul Xhelal asgjë rastësisht nuk përmendet në Kur'an. Unë e kam përmend disa herë. Edhe pikat në Kur'an kanë kuptim. Jo më germat edhe fjalët, edhe pikat. Do me thonë, nëse ndalesh në ndonjë pik gabimisht, komplet që ndryshon kuptimin fjalës. Dini, në pik nëse ndalesh gabimisht. Jo më thush fjalë gabim ose gerëm gabim ose lidhse gabim ose diçka tjetër. Edhe pikat në Kur'an janë të rëndësishme. Andaj Allahu xhaleshanu e ka bërë që t'i lajmëroj musliman se ato me ligjin e Zotit e kanë që të ngriten dy herë në dynja. Dy herë. Dhanë ngritje të madhe, ekonomike, ushtarake, jashtëzakonisht. Shkoni, teknologjinë më të madhe në botë të zbulimit, kundra zbulimit, IT, spionazhit, përgjimit, me thanë, që i përgjojnë armiqët e tyre, më të sofistikuara në botë i ka Jahudia. Bile edhe shteti jo në kohën e vëmëroas partë Grujevskit, krejt aparaturat i bleu prej kujt? Prej Izraelit i bleu. Pse? Izraeli ka më të sofistikuara. Nuk është rastësisht. Do me thonë, këtë e paralajmëron Kur'ani, që thot, ju do ngriteni në këtë dynjë dy herë. Pastaj thot, do vinë disa njerëz që do ju shkatrojnë juve. Të dini, Kurani e paralajmëron në surën Isra. Do vinë disa njerëz që do ju shkatrojnë juve. Do t'u aprishin krejt teknologjinë, edhe do ikni, do e lini qytetin Hazër në duart të atyre që do vinë. Ama kush janë ato që do vinë? Edhe do ju shkatrojnë, edhe do e marrin Kutsin përsëri, Jerusalemin. Thot Allahu në Kur'an, ibadun lena. Thot, ato janë robërit tonë, janë robër tanë të mirë. Ibadun lena. A jemi ne si umet robër të mirë? Për momentin nuk jemi, nuk duhet t'i bëjmë qejf. As vetës time pa as juve. Ne nuk jemi këtu për të bëjmë qejf, për plëcu dëshira. Por, ne si umet nuk jemi. E dini pse nuk jemi? Unë e kam përmend edhe në Ramazan me një ligjerat. Më thonë, 400 milion Arab, ose 2 miliard musliman, nuk kanë mundësi t'i ndihmojnë 2 milion muslimanve të Gazës. 2 milion. Sa Maqedonia. 2 miliard më lidhen, t'i shpëtojnë vlezrit e vetë. Jo të bojnë kërdi kundër armikut, po t'i shpëtojnë. E dikush kur ta rref gjallin ose ndonjë antar të familjes, vetëm ta shpëtojsh, mos e nga armiku, vetëm kape, hiqe, shpëtoa. Muslimat nuk janë gjendje këtë ta bojnë sot. Edhe atë që e thot Kurani nuk përputhet me identitetin tonë të umetit. Për momentin. Ndoshta Allahu do quajë burra qerë, me bëha, me rëha, me 4 rëha, edhe ato burra, inshallah, do t'i shpëtojnë muslimanët. Ama për momentin nuk ndodhe. E tani, këtu kam bërë një analizë dashur vëllezër për Mekën, ndoshta
ndoshta jo dikush, po shumica prej jush ndoshta për herë të parë do e ndëgjoje. Allahu xhaleshanuhu e përmendën Mekën edhe Kutsin. Shkoni? Muhamedi alayhi salatu wasalam u fal drejt Kutsit, drejt Jerusalemit 17 muaj, edhe tham që ai nuk ishte rahat. Ajo që nuk ishte rahat Muhamedi alayhi salam, pse falej drejt Kutsit, e tregon Allahu. Si thot Allahu xhaleshanu, o Muhammed, kad nera te kallube wajhike fi sema. O Muhammed, ne e shohim se ti kur bën dua, kur falesh her pas here, kokën e qon drejt qiellit, sikur nuk je i kënaqur me kiblen drejt Jerusalemit. Ti sikur kërkon një kible tjetër. Edhe vërtet Muhamedi alayhis salam, Allahu e din se si ja fal Muhamedi alayhis salam. Kad nera te kallube wajhike. E shohim fytyrën tënde drejt qiellit, fis sema. Edhe Allahu i thot, felenuwelliyenneke kibleten terdaha. Do të drejtojmë drejt një kible, të cilën ti o Muhammed e ke qejf. A cilën kible e kishte qejf Muhammed alayhis salam? Mekën. Nuk e donte Jerusalemin. Jo se e urrente, astaghfirullah, mos e keq kuptojmë. Muhamedi alayhis salam nuk e ka urrir Kutsin asnjëherë, por e donte Mekën, e donte Qaben. E pse e donte Qaben? Këtë do ndëgjoni për herë të parë. Muhamedi alayhis salam e donte Qaben për disa arsye. Arsye kryesore. Do ndërlidhem vetëm me kujdes ndëgjoni. Do ndërlidhem me Ibrahimin alayhis salam. Do të thonë do shkojmë 2000 vjet para Muhamedit alayhis salam. Se Ibrahimi alayhis salam ka jetuar 2000 vjet para Muhamedit alayhis salam. Edhe 2000 vjet këndej, do të thonë prej lindjes Isës deri 2025, ka 4000 vjet që ka jetuar Hazreti Ibrahimi alayhis salam, i cili pa dy gjem, Ismailin edhe Ishakun. Ashtu. Me gruan, me Hajerin, i lindi Ismaili, se Sara ishte sterile, nuk bante fëmijë, ama në pleqëri steriliteti ju hub Sarës. Interesant kur don Allahu, shkoni. E keni parasysh kur doktorët i thua një gruaje, mjekët i thua një gruaje, ti ma nuk bën fëmijë, usos puna jo. Vezorët i ketë të vdekura 100%. Burrit i thon ti ma nuk bën fëmijë, spermatozoidet i ketë të vdekura 100%. A keni dëgjuar kështu? Ka raste plot kemi. Çdo e treta familje, e katra ka nga një njeri që nuk ka fëmijë. Allahu i furnizov krejt. E shkoni, Sara në pleqëri, do me thonë, bi moshën 80 vjeçare, ka lind një fëmijë, i cili e pat emrin Ishak. E dini çfarë do me thonë emri Ishak? Ishak do me thonë qesharak. Pse qesharak? Se kur ka li Ishaki, krejt njerëzit kanë qesh. Kanë thonë, si ba jo gruje pjak boni fëmijë. Krejt janë çudit. Edhe prandaj ja kanë vu emrin Ishak. E Allahu xhaleshanuhu thotë çtu, prandaj thash parës Allahu askund në Kur'an nuk shprehet rastësisht. Shprehet me kujdes. Për shembull, kur ka lind Ibrahimi alayhis salam, si ja shpreh Zoti, edhe kur ka lind Ismaili po, edhe kur ka lind Ishaku po, njëjt nuk është shpreh. Ndryshe është shpreh për Ishakun, ndryshe është shpreh për Ismailin. Si është shpreh Zoti në Kur'an për Ismailin? Ka thonë kështu: Febeshernahu bi gulamin halim. Ne Ibrahimit i dham mijde duke i dhanë një djalë të urtë, të zgjuar, të urtë, të butë. Shkoni, për Ismailin ka thonë një djalë të butë, të urtë. Edhe vërtet Ismaili ka qenë shumë i butë, shumë i urtë, shumë i mirë, me karakter jashtëzakonisht madh dhe shumë i turpshëm. Ka pas shumë mbare Ismaili alayhis salam. Shkoni, vini vesh. Për Ismailin Allahu në Kur'an thot, i dham një djalë të butë dhe të urtë. Për Ishakun çfarë thot? Inna nubeshshiruke bi gulamin alim. Kur i ka lind Ishaku, Allahu ka thënë, o Ibrahim, ne do t'japim një djalë, nuk ka thonë të butë të urtë. Çfarë ka thonë? Të dijshëm. E tash vini re. Do me thonë, Ismailit Allahu i falë butësin dhe urtësin, ndërsa Ishaku çfarë i falën? Diturin. E tash,
prej Ismailit, ato që lexojnë 100% duhet ta dinë. Prej Ismailit a.s. rrjedhin e kam prej ardhen arabët, ta mbani mend, prej Ismailit rrjedhin arabët. Edhe i pani që ka folë arabisht ka qenë Ismaili a.s. para 4.000 vjetë. Prej Ishakut, prej vllajt tjetër, vllapi nane, normal, prej Ishakut rrjedhin jahudit. Shkoni, prej di vëllezër, do me thonë, jahudit e sotshëm me arabët janë gjemmingjësh. Kështu dalin. Jahudit dalin me arabët gjemmingjësh. Prej Ismailit kanë dalë arabët, aman Allahu Ismaili si e quajti? Gulam Halim, djalë i but i urt. Ishaku si e quajti? Alim, i ditur. Edhe tash, jo rastësisht, sot, dija, dituria, shkenca, teknologjia është ke jahudit. Butësia, urtësia, rahmeti, mëshira është ke arabët që kanë qendrën në Mekë. Ndërsa dituria, shkenca, lufta, përgatitja ushtarake është në Kuds, në Jerusalem. Pse? Se ato e kanë prejardhjen prej Ishaku që Allahu e përshkruajti si të ditur. Edhe jo rastësisht, dashur vëllezër, Allahu Gjeleshanu u thot mbi Mekë, bota sot dashur vëllezër. Edhe këtë ta mbaj mend, bota ka dy qendra, dy zira operative, dy komanda, dy departamente operative ushtarake edhe fetare. Zira operative e fejes, sot është në Mekë, ta dini. Zira operative, nëse don fen shko në Mekë, nëse don pushtetin shko në Jerusalem, nëse don dijen shko në Jerusalem, nëse don teknologjinë ushtarake shko në Jerusalem, nëse don ta pushtojsh botën ta kesh në dorë shko në Jerusalem, në Kuds. Nëse don edhe dinjan edhe ahiretin shko në Mekë. Këtë Allahu na bën me dije përmes Ismailit edhe përmes Ishakut. Do me thonë, kjo çështje sot që ne po e përjetojmë dashur vëllezër, kjo çështje, e dini që sot edhe Amerika edhe Anglia udhëhiqet prej Jerusalemi. Njëherë prej Tel Avivit, por tash prej Jerusalemi, se Izraeli ka shpall Jerusalemin, Kudsin e ka shpall krye qytet. E hoq krye qytetin prej Tel Avivit e çojnë në Kuds, ashtu. E do me thonë, sot bota kontrollohet prej Kudsit. Jo rastësisht dy herë është çliru Kudsi. Për streti e murën Osmanlit, pastaj prej Osmanlive kaloi në dorën e jehudive. I pari që e ka çliru Kudsin, por jo prej jehudive, prej romakëve, prej Bizantit e ka çliru Hazreti Omeri. I diti që e ka çliru Kudsin, po jo prej jehudive, por prej krishterëve, kush ka qenë? Salahuddin Ejubi në shekullin e 12. Të tretë që e murën Kudsin dhe e mbajtën 300-400 vjet, janë Osmanlit deri në vitin 1948. Në vitin 1948 e këndej Palestina është e pushtuar. Do me thonë, prej kujt? Prej pasardhësve të bijve të Ishakut a.s. Të cilët e zgjodhën dije. Do me thonë, Allahu Dhul Gjelal përmes Kur'anit na ka dhënë një shenjë, një isharet, që ne sot ta kuptojmë. Fe beshernahu bi gulamin alim. O Ibrahim,